Pra Imam Malik radiallahu anhu thot, sa herë që ndjej në veten time një vrazhdësi, qaswatan fi qalbi, një vrazhdësi në zemër, ati Muhammed ibn al-Munkadir, thot shkoj dhe vizitoj hoxhën ti Muhammed ibn al-Munkadir rahmetullahi alayhi. Fa anzuru ilayhi nadratan, dhe e shoh, vetëm e shoh imamin. Vetëm thot e shoh, fa atta'idhu bihi ayyama, dhe më mjafton ajo si këshill për disa ditë, la ilaha illallah. Por hoxha jon shehjaja në këtë kontekst thonte, patër pse që futët edhe munafikët nuk i përmirësuan zemrat e tyre edhe pse e pan fytyrën më të bukur, fytyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që do thotë ju vëllezërit e mi, sa i tha ejidu fi qalbi qaswatan, unë e gjej në zemrën time një vrazhdësi, një ashpërsi, dhe nuk e la që ajo të shtohet, edhe të forcohet, edhe të ntrashet, derisa që nuk bën dobi edhe këshillat e Rabbul Alamin subhanahu wa taala. Më ka mjaftuar vetëm një herë ta shoh fytyrën e Imam Muhammed ibn al-Munkadirit dhe të më shfaqet dhe të më largohet e gjitha ashpërsia. Por që futët e pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafikët e pan pejgamberin e Allahut, pa besimtarët e pan fytyrën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ju bëri dobi fytyra e tij. Nuk ju bëri dobi atyre ajetet e qarta të Rahmanit që i lexonte ai mëngjes edhe mbrëmje Allahu na rri pse zemra ju vëllezërit e mi.